Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ai kishte mëlqinë e dhjamosur dhe ja se çfarë ndolli pasi konsumoi kafe. Një studim i botuar në revistën BMC Public Health zbuloi se ata që pinë kafe kishin një rrezik më të reduktuar prej 21% të sëmundjeve të mëlçisë dhe një rrezik 49% më të ulët të humbjes së jetës nga sëmundjet kronike të mëlçisë. Përfitime shëndetësore duke se ndryshojnë në një nivel të qëndrueshëm të konsumit rreth 4 filxhan kafe në ditë dhe ishin më të theksuara te njerëzit që pinin kafe të bluar sesa tek ata që pinin kafe të çastit. Ky studim i shtoi prova në rritje se kafeja duket se përfiton në shëndetin e mëlçisë. Studiuesit janë ende duke mësuar se si kafeja mund të luftojë sëmundjet të mëlçisë, por ato dyshojnë nëse kjo është për shkak se kjo pije popullore ka veti antiinflamatore dhe antimikrobike. Kafeja lidhet me një rrezik të reduktuar të sëmundjeve të mëlçisë. Studiuesit vlerësuan të dhëna shëndetësore të 495.585 njerëzve të studiuar në një mesatare prej rreth 10 viteve. Nga grupi, 47 deri në 78% konsumuan kafe të bluar me kafeinë, kafe të çastit ose kafe pa kafeinë, dhe 22% nuk konsumonin fare kafe. Konsumatorët e kafes në studim kishin 21% më pak rrezik për sëmundjet kronike të mëlçisë dhe 20% rrezik më të ulët të sëmundjeve të mëlçisë yndyrore. Pjesëmarrësit e studimit që planifikonin kafen gjithashtu kishin 49% të reduktuar rrezikun e humbjes nga jeta nga sëmundjet kronike të mëlçisë. Studiuesit thonë se kafeja mund të përdoret potencialisht si një mënyrë e përballueshme dhe e arritshme për të ndihmuar në uljen e rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve të mëlçisë. Ky studim shton numrin në rritje të provave se kafeja i bën dobi mëlçisë, sipas doktor Albert Do, një hepatolog i mjekësisë në Yale dhe profesor i asociuar në Universitetin e Yale-it. Ka studime të mëparshme që sugjerojnë një rrezik më të ulët të cirozës së mëlçisë, përmirësim të sëmundjeve të mëlçisë yndyrore, shkallë më të ulët të shtrimit në spital dhe humbje të jetës nga ciroza. Dëshmi të lidhura me përdorimin e kafes, citon doktor Albert Do. Së fundmi, shumë studime kanë treguar se konsumi i kafes lidhet me nivele të ulta të enzimave të mëlçisë, çka do të sjellë edhe rezultate më të mira në shëndetin tuaj. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në mbar botën. Është të pirë prekosh dhe nuk ka shkaktuar asnjë problem shëndetësor, gjë që garanton sigurinë e saj. Përveç kësaj, të paktën një filxhan kafe në ditë ju lejon të përfitoni një mori vetive të shëndetshme. Megjithatë, ka edhe disa kundërindikacione si pothuajse çdo gjë që marri. Studiuesit po gjejnë gjithmonë më shumë veti të dobishme në kafe, gjë që është një lajm i mirë për njerëzit që duan të kenë edhe përfitime, jo vetëm që jeni në gjendje të shijoni aromën dhe shijen e saj të jashtëzakonshme, por kur ta bëni këtë do të dini se shumë gjëra të mëdha do t'i ndodhin trupit tuaj. Kafeja përmban vlerat e larta ushqyese. Kafeja përmban një nga elementet ose lëndët ushqyese të cilat duhet të dini. Kur analizohet kimikisht, ato që kanë një filxhan kafeje është të vërtetuar edhe efekti i saj mbreslënës. Ju mund të shikoni se sa ajo është e pasur me disa minerale ose element gjurmë, si dhe me vitamina dhe acide yndyrore. Të gjitha këto substanca janë ato që kontribojnë në mirëqenien tuaj. Në një filxhan kafeje pashtuar asgjë tjetër mund të hani një përbërje me karbohidrate, lipide ose yndyrna, vitamina, minerale, komponenta azotit, alkaloide, proteina, acide e të tjera. Kafeja ndihmon gjithashtu pozitivisht edhe në shëndetin e trurit tuaj. Fal kafeinës mund të përmirësoni funksionet tuaja njohëse, prandaj do ju ndihmojë të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni më mirë në studimet tuaja. Kjo fal faktit se bllokon adenozinën dhe ridopaminën dhe neuropinefrinën që përshpejtojnë funksionin e trurit, gjë që gjithashtu kontribuon në kujtesë dhe në rritjen e energjisë. Madje përmirëson edhe disponimin. Kafeja parandalon në rënien njohëse. Një tjetër nga vetit e kafes është se ndihmon në parandalimin ose vonon efektet e sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri dhe Parkinsoni. Disa studime kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes mund të zvogëlojë shanset me të paktën 60%. Kafeja do të përmirësojë performancën tuaj fizike.
Edhe kafeina ndihmon në rritjen e niveleve të adrenalinës në organizëm, gjë që bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë një përpjekje fizike. Prandaj mund të përmirësojë performancën dhe të zvogëlojë ndjenjen e lodhjes për shkak të aditivëve fizik. Kafeja është e pasur me antioksidantë. Studime si ato të kryera në CSI kanë treguar se kafeja është e mrekullueshme dhe një burim i antioksidantëve. Kjo mund t'ju ndihmojë të mbani shëndetin e mirë dhe të parandaloni plakjen e qelizave tuaja. Përveç kësaj, ajo siguron një mori të vitaminave dhe mineraleve, që ndihmojnë gjithashtu në forcimin e shëndetit tuaj. Në fakt, mund të përmbajë shumë antioksidantë si disa fruta dhe perime të tjera. Kafeja mbron mëlçin. Një tjetër studim nga Universiteti Southampton pohoi se një filxhan me kafe në përditshmëri mund të zvogëlojë rrezikun e cirozës së mëlçisë me 25% dhe me 4 filxhan mund të reduktohet deri në 65%. Prandaj është më mirë për shëndetin tuaj që të konsumoni kafe. Kafeja ju ndjek edhe në djegjen e yndyrnave. Nëse doni të keni një dietë më të mirë, ose dëshironi të humbisni në peshë, duhet të dini se kafeja është një substancë natyrale e cila ka veti të mira, të cilat do ju përmirësojnë edhe yndyrnat e lehta. Falë këtij metabolizmi mund të përshpejtojë të eliminojë gjithçka që ka mbetur. Prandaj kombinimi i kafes me një dietë e ekuilibruar ju ndihmon të qëndroni në formë. Instituti i Sëmundjeve Dana-Farm në SBA gjithashtu përfundoi një studim që mund të zvogëlojë rrezikun e problemeve të zorrës së trashë ose të gjirit. Ata madje vlerësuan se konsumi 4 filxhan kafe në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e përsëritjes te personat me probleme të zorrës së trashë. Kafeja është e pasur me probiotik. Ajo konsiderohet edhe si një nga ushqyesit funksional për çdo efekt probiotik, kështu që mund të mbrojë shëndetin tuaj dhe zorët. Kjo do të thotë ushqen florën bakteriale të zorëve tuaja, stimulon sekretimin e stomakut, aktivizon prodhimin e tëmthit dhe kontrakton fshiksin e tëmthit. Kjo e bën atë shumë tretse nëse merret edhe pas ngrënies. Kafeja ndihmon në parandalimin e astmës. Edhe pse duket e çuditshme, ka dhe studime që përcaktojnë nëse kafeja mund të përmirësojë simptomat e astmës. Mund të duket se nuk ka asnjë lidhje, por kafeja mund të ndihmojë në zgjerimin e tubave bronkial për shkak të kafeinës, pasi është një substancë kimikisht e ngjashme me elementet që përmirësojnë edhe funksionet e astmës suaj. Kafeja është një antidepresant natyral. Kafeja mund t'ju ndihmojë në problemet tuaja të depresionit nëse nuk e mbi dozoni atë. Kjo për shkak se kafeina mund të bllokojë molekulat e lidhura me stresin, kështu që personat me këto probleme që pinë kafe çdo ditë u vëzhgohet dhe reduktohet niveli i tyre i stresit. Kafeja do ju ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të zemrës. Kafeja e konsumuar në moderi mund të zvogëlojë rrezikun për të pasur një atak në zemër, për shkak se redukton kalciumin e pranishëm në arteriet koronare, duke minimizuar shanset për të pasur një infarkt miokardi. Kafeja ulë rrezikun e diabetit. Ekzistojnë gjithashtu disa studime që tregojnë se konsumatorët e rregullt të kafes kanë 50% më pak mundësi për të zhvilluar diabetin e tipit 2. Arsyeja e këtij përfitimi qëndron në përmbajtjen e lartë të antioksidantëve, të cilët gjithashtu mund të parandalojnë në këtë gjë që prek më shumë njerëzit. Kafeja është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, dhe sipas Healthline, ajo cilësohet si një nga produktet më të mira edhe për të shtuar në dietën tuaj. Ajo mund të përmirësojë nivelin e energjisë dhe t'ju bëjë më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues në tru, çka shkakton një efekt stimulues, citon Healthline. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendjen shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksionit të trurit. Ajo mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin. Disa studime tregojnë se kafeja mund të rrisë djegjen e dhjamit dhe gjithashtu ritmin e metabolizmit tuaj. Mund të përmirësojë në mënyrë fantastike dhe performancën tuaj fizike, andaj mund të jetë një zgjidhje praktike për dietën tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.